Nga Helmut Rosbrook. BMW-ja Gjelbër 316 po dilte në garazh i pasëm. Shoferi për shkak të borës nuk donte të kthehej dhe e drejtoi makinën në marshin e kundër për 40 metra deri në një kryqëzim. Kur automjeti u ndal për një moment në dritën e një llambe rruge, një burr doli nga një kantier ndërtimi dhe qëlloi nga rreth 3 metra largësi brenda makinës. Një burr i dytë gjithashtu qëlloi, pastaj qëndroi pranë makinës për të verifikuar efektin e të shtënave përmes xhamave të thyer e dritareve anësore. Fshinjët të zgjuar nga zhurma e të shtënave pan të dy burra duke ikur. Skena e tmerrshme që banorët në komunën pranë Heilbronit pan atë natë në të hënën e kaluar ishte kjo. Motori me 4 cilindra vazhdonte të punonte me ritëm të lartë. Shoferi kishte ende këmbën mbi pedalin e gazit. Pastaj me sa duket e lëshoi. Ai kishte vdekur. Makina filloi të rrotullohej pa kontroll në një gjysmërreth në të majt dhe u përplas me një derë garazhi të mbyllur. Rrotat e para ngulën në borë, motori u fik dhe u bë heshtje. Brenda makinës, policia gjeti shoferin Bardosh Gërvalla, 31 vjeç, i goditur nga 6 plumba i vdekur pas timonit. Pasagjerin Kadri Zeka, 28 vjeç, i vrarë nga 2 plumba në pjesën e sipërme të trupit. Vëllain e shoferit, Jusuf Gërvalla, 3 vjet e 6 vjeç, i plagosur rënd nga 2 plumba. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.